Napoleon Bonaparte, filozofia, mentaliteti dhe rruga mes fitores e humbjes. Napoleon Bonaparte, gjeniu që sfidoi botën dhe humbi vetëm një herë. Fati i një njeriu të madh përcaktohet nga vullneti i tij, jo nga rrethana. Ky ishte një nga parimet që udhëhoqi Napoleon Bonaparten, një nga figurat më komplekse, ambicioze dhe të diskutueshme në histori. Filozofia dhe mentaliteti i Napoleonit. Mentaliteti napoleonik, disiplinë, vendosmëri, dominim përmes inteligjencës. Burri i vërtet nuk ka frikë nga vdekja, por nga dështimi. Napoleoni besonte fuqishëm se inteligjenca, disiplina dhe vendosmëria ishin mjetet më të fuqishme për të ndryshuar botën. Për të, mesatariteti ishte një zgjedhje, jo një fat. Ai ishte i bindur se njeriu duhej të ishte zot i fatit të tij dhe nuk pranonte as justifikime, as pengesa. Ai thoshte, unë nuk e pres mundësinë, unë e krijoj atë. Ky mentalitet e bëri një lider ushtarak të frikshëm, një strateg të paepur dhe një figurë politike që ndryshoi rrjedhën e historisë evropiane. Fitoret që shkruan histori, fitoret që tronditën Europën. Austerlitz, kryevepra strategjike. Italia, një ushtri e frikësuar, e kthyer në legjendë. Kurorëzimi, nga general. Në perandor, betejë e Austerlitz, 1805, e quajtur ndryshe edhe kryevepra e Napoleonit. Ai imposhti forcat e bashkuara të Rusisë dhe Austrisë me një manovër taktike brillante. Duke e vendosur veten si gjeni ushtarak, fushata e Italisë, 1796-1797, e udhëhoqi ushtrinë franceze drejt fitores kundër austriakëve dhe italianëve, duke e kthyer veten nga një komandant i ri në një legjendë. Krijimi i perandorisë franceze. Ai nuk fitoi vetëm me armë, por edhe me politikë. Kurorëzimi i tij si perandor në 1804 tregoi që ai nuk donte të ishte thjesht një lider, por një simbol i epokës së tij. Humbjet që ia dhan emrin e njeriu të rënë madhërisht. Ai humbi betejën e fundit, por fitoi pavdeksinë. Por Napoleoni, si çdo njeri që shkon shumë lart, u përball edhe me rënje dramatike. Fushata e Rusisë, 1812, një nga gabimet më të mëdha strategjike. Ai hyri në Rusi me një ushtri prej mbi 600.000 burrash. Pothuajse të gjithë u humbën për shkak të dimrit, mungesës së furnizimeve dhe strategjisë së djegjes së tokës nga rusët. Betejë e Leipzigut, 1813. Një tjetër disfakt e madhe që shënoi fillimin e fundin e perandorisë së tij. Waterloo, 1815, mposhtja përfundimtare që e detyroi të abdikojë për herë të dytë dhe e dërgoi në internim në ishullin e Shën Helenës, ku edhe vdiq. Por çdo yll i madh ka një rënje dramatike. Rusia, 1812, dimri dhe krenaria e mposhtën. Leipzig, Waterloo, fundi i perandorisë. Trashëgimia e tij. Ai nuk lindi i madh. U bëj till, nga Korsika, me ëndra më të mëdha se vetë Franca. Unë nuk pres fatin. E krijoj vetë. Pavarësisht humbjeve, filozofia e Napoleonit vazhdon të frymëzoj. Mendimi i madh, veprimi i guximshëm dhe sfida ndaj së pamundurës. Ai e shihte veten si njeri që nuk përkulej para fatit, por përpiqej ta formësonte atë. Unë jam produkt i rrethanave, por gjithmonë kam qenë më i madh se ato. Kjo është trashëgimia e tij, një histori suksesi që përfundoi me tragjedi, por që la pas një emër të pavdekshëm. Ai nuk ishte thjesht një burr. Ishte epokë. Napoleon Bonaparte, legjendë për te historisë.